Sot do bëjmë dhe një pasta sfoglia i thonë në Itali, po ja u tregoj. Do blini nga këto pezët e gatshme. Kjo është një mozzarella që është brenda provola fresca. Affumicata e sciumosu, unë e blej në supermarket, e blej gjithmonë për të bërë këto pezët. Edhe prosciutto. Atëherë marrim pecën. Duhet ta shponi me pyro. Këto pecët gjenden në çdo lloj supermarketi. Gjithmonë prosciutto, mund t'i blini ato konfeksionuarat, mund t'i blini një prosciutto të freskët, unë gjithmonë e marr të prerë në moment. Se ja u bëj fëmijëve me paninë, me toste, me çfarë bëjnë ato. Pas ka njitur gjithë të qesko, më ronë. Bada. Kjo do gogja prosciutto, mos shikoni për të ardhe shishme. Se po s'pati prosciutto brenda, nuk bëhet e mirë. Pastaj heqim këto peskët. Ja si do mbushim. Si që thash, kjo është, nuk është pisa, është vetë se është e tymosu.